një justifikuar besimin tuaj. Nuk ka një justifikuar besimin tuaj. Ka patur të tjerë që kanë bashkëpunuar me socialistët. Pa diskutim. Dhe kanë shkelmuar idealet dhe besimin tuaj. Natyrisht, analiza do bëhet në ata që nuk punuan. Ata nuk kanë merituar postet që kanë, apo se është shu. Sa ata atë poste kishin për të punuar. Qofse, po ju na lojmë këtu vetëm në një komunikim të njerit për i tyre me një antar tonin. A i kishte bërë një status me datën 14 maj. Dhe ky antari unë i thoshte, po ti s'punove për ne, i thoshte. Ti punove për krahun tjetër. Ky i përgjigjej. Jo, thoshte, unë nuk kam punuar për krahun tjetër, por nuk punova fare. Nuk punova fare. Po nëse ti s'punove fare dhe je nën kryetar, atëherë si mund të qëndrosh ti nën kryetar? Ti duhet të kesh moralin të kërkosh ndjes demokratëve që s'punova, edhe të rish në punë tënde, të mendosh thellë. Se i thoshte që unë jam antar i partisë, në fakt ajo është familje demokratësh. I jati i ti është demokrati flakt, vllau i ti është demokrati flakt, jo themun ju. Edhe ata kanë punu, kurse ky postin e në kryetarit, jo, unë nuk punova. Po pse s'punove ti, mo? Me radhë të tilla. Por, përsëri ju garantojnë ju, që ne Edi Rama mori votën, por i ka bërë do i bëj vetës gropën. Po, atë nuk i shojmë ne. Jo. Ne kemi thënë, jemi zotuar që do mbrojmë votën. Ne kemi fakturë para botës dhe bota se ai ka marrë votën. Tani, ne nuk e lëshojmë atë. Tani kemi çdo të drejtë legjitime për betejën tonë. Dhe sa ditë që rrinë pushtet, rrinë për shkak tonë, jam shumë dakord me ty. Sa i smeriton që qëndroj një ditë. Për sa i përket parlamentit, të garantoj që grupi parlamentar është i vendosur për të gjitha format e qëndresës. Mos keni asnjë lloj hezitimi, vetëm se duhet të kombinojmë gjërat. Duhet të kombinohen mirë. Jemi në betejë tani. Betejën do ta fitojmë ne. Ne ai mendon se ne do e fitojmë. Por do e fitojmë kur secili nga ne të betohet që unë natë shesh do lak këpucët e mia, do shkoj çdo natë apo një herë 2 ditë apo si ta përcaktojmë gjërsa ta rrëzojmë atë. Ai do rrëzohet. Ai s'mund të qëndrojë më. Nuk mund të qëndrojë. Ai është nëpër masat e diktatorëve, e vjedhjes diktatorëve afrikanë, të Bokasës, Idi Aminit. Na pinte shishe 33.000 euro. Verë ky. Akoma skandal. Ekziston një rrëmbim i tmerrshëm tokash i Ergjys Agasit me dallandush e bicin. Zyra e Ergjys Agasit o miq ishte si zyra e kryeministrit. Faleshin, shkonin ministra, shkonin gjykatës, shkonin prokuror, shkonin zyrtar të lartë, drejtues agjencisë tek ai aty. Sepse, çfarë ishte Ergjys Agasi? Ishte eminenca, ishte kryeministri i hije. Ato që kryeministri si bënte dot me ligj, bënte me gysin. Ndaj dhe ne nuk lëshojmë më kësaj here. Do ta ketë shumë të qartë. Më mirë ti sa më shpejt të jap dorëheqjen, se populli do ta detyrojë atë të jap dorëheqjen. Ne do fitojmë. Ne jemi në mision.
Edhe njërë, t'ja përsërisim vetes. Dhe një gjë, kemi fituar çdo betejë në kushtet më të vështira, kur i kemi thënë, kur kemi kënduar himnet tona, ja të vdesim, ja të rrojmë. Kjo nuk ka nënkuptuar armët, por ka nënkuptuar qëndresën tonë të palkundur dhe përsëri kësaj here do fitojmë e do i shpëtojmë shqiptarët nga një diktaturë shëmtuar. Pyetje tjetër?